Izmit Bajramin me 11 vjet dhe Abil Selam Bejtullahu dënoha me 8 vjet burg të rënd. Në kuadër të masave të dhunshme që organet të UDB-s Jugoslave Maqedonase i ndërmorën gjatë vitit 1952, duhet veçuar edhe burgosin e Xhafer Kodrës, i cili në momentin e arrestimit mbante postin e ministrit të drejtësisë së Republikës Popullore të Maqedonisë. Më pas gjykata e qarkut të Shkuprit e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim të rënd prej 7 viteve hiqilirie dhe të njëjtën e vuajti në burgun e Goliotokut. Është me rëndësi të theksohet fakti se në Republikën Popullore të Maqedonisë deri në vitin 1955 krahas organizatës Liria u zbuluan edhe 3 organizata tjera, Shpresa, me në krye veprimtarin dhe disidentin e njohur shqiptar nga Tetova Mehmet Murtezan Gega, Shkëndia në krye me Murtezan Bajraktarin dhe Organizata Nacional Demokratike Shqiptar në krye me Vëllezërit Purde dhe Taravari. Si rrjedhoje tërë kësaj u arrestuan mbi 150 veprimtar intelektual të kohës, si mësues, student, shkollar të mesave tjerë, ndaj të cilëve më pas u shqiptuan dënime të rënda nga 3 deri më 14 vjet heqilirie nën pretekstin se kanë zhvilluar, citoj, veprimtari armiqësore kundra popullit dhe shtetit. Ndër proceset e shumta gjithësore të zhvilluara në atë periudhë kohore, duhet veçuar procesi gjithësor kundër organizatës Shpresa, i cili proces u mbajt me datë 22 tetor 1955 në gjyqin e qarkut të Kosovës, në të cilin u sollën këta vendime. Mehmet Riza Murtezani Gega u dënua me 10 vjet burg, Abdullah Kalishta me 3 vjet, Hysén Xhafer Spahiu me 2 vjet e 6 muaj dhe Muharrem Jusufi me 2 vjet burg. Gjatë viteve 1955-1956, në gjyqin e qarkut të Shkupit, janë mbajtur disa procese gjyqësore ku të akuzuar kanë qenë antarë të organizatës SNDSH-s. Procesi qendror kundra kësaj organizate u mbajt nga data 11-25 korrik 1956 nga po i njëjta gjykatë ku të akuzuar ishin 8 veprimtarë të organizatës që të gjithë intelektual, përkatësisht mësues dhe student. Këshilli gjyqësor i udhëhequr nga Boro Dogangjevski me datë 25 korrik 1956 i shpalli të gjithë fajtor dhe u shqiptoi dënime të rënda dhe të. Burhan Shaib Pasholli u dënua me 8 vjet burg. Abdurrahim Taravari me 10 vjet e 6 muaj. Rifat Palloshi me 5 vjet. Sharafedin Agai me 5 vjet. Abbas Dukagjini me 4 vjet. Raif Raifi Maleziu me 7 vjet. Adnan Agai me 4 vjet dhe Remzi Pustina me 5 vjet burg. Në kuadër të kësaj organizate që në arrestuar edhe dënuar edhe shumë personalitete tjera, si Shaban Gjeladini, Murtezan Bajraktari, Nevajt Purde, Najib Purde, Mehdi Bajraktari, Eshref Hoxha, Isak Qavoli, Ziadin Qyra, Gajur Bejderalla, Sedi Rauf Bajrami e shumë të tjerë. Përsa më sipër, shihet qartë se çfarë represalje përjetoi inteligjenca atëhershme shqiptare në UDB-ja Jugoslave, e cila udhëhiqej e kontrollohej nga dueti mirënjohur shovinist serbo Jugoslav Ranković Stefanović, përkatësisht ai Maqedonas Kolishevski Krste Crvenkovski. Pozitën e shqiptarëve në Republikën Popullore të Maqedonisë më së miri e përshkruante korrespondenti i gazetës Financial Times nga Londra, Lendvan Pamel Andor, i cili gjatë vizitës që ja bëri Maqedonisë me 29 maj 1 qershor 1963 do të deklaroj, citoj: "Në Jugosllavi njerëzit mund t'i ndajnë në disa kategori edhe ata. Si më të diskriminuar janë Romët dhe Shqiptarët, përsëris, si më të diskriminuar janë Romët dhe Shqiptarët, pastaj vinë punëtorët në përgjithësi dhe pas këtyre vinë të gjithë qytetarët e tjerë. Pra, Shqiptarët asaj periudhe ishin populli më i diskriminuar në ish Federatën Komuniste e Jugoslave. Kretë në fund, më lejoni të flas për një dukuri që është duke ndodhur te një pjesë e inteligjencës shqiptare. Të gjithë ne jemi dëshmitar se kohëve të fundit një numër i konsiderueshëm i akademikëve, profesorëve, shkrimtarëve, gazetarëve, historianëve shqiptar, vlera shkencore e të cilëve fare nuk kontestohet, po vërsulën pas çmimeve shtetore siç janë 11 tetori, 23 tetori, 13 tetori, Mito Haxhi Vasilev, Jasmin e tjerë. Këto data dhe personalitete jo vetëm që simbolizojnë komunizmin maqedonas, por edhe antishqiptarizmin. 13 nëntori i vitit 1924 për shqiptarët e Shkupit e më gjërë nuk mund të quhet çlirim, por ripushtim, për arsye se vetëm 5 ditë më vonë
përkatësisht me 18 nëntor, repartet komuniste Jugoslave Maqedonase kryen masakrën e njohur të Bllacës. Ndërsa Mito Haxhivasilev Jasmin, gjatë viteve 50 të shekullit kaluar në cilësinë e kryetarit të Komisionit për pakicat nacionale pranë Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste të Maqedonisë, i priu procesit të shpërnguljes së dhunshme të shqiptarëve nga trojet e tyre etnike për në Republikën e Turqisë. Për mua është obligim kombëtar që këtu para jush të bëjmë një apel të gjithë atyre intelektualëve shqiptarë që të refuzojnë çfarëdo lloj çmimi shtetëror, i cili përveç se simbolizon ideologjinë komuniste, njëkohësisht simbolizon edhe antishqiptarizmin, siç është 11 tetori, 13 nëntori, Mito Haxhivasilev Jasmin e tjerë. Ju falenderoj. Zotin Qerim Lita për shumë detale. Kjo nuk sos me kaq, mendoj që profesori nderuar ka dosje më të mëdha, ka dokumente më të mëdha. Sot ne këtu nuk kemi kohë që për të. Do ketë një promovime tjera, do ketë evenimente tjera që të organizohen. Prandaj tash dus që të ndajmë mirënjohje për të gjithë ata që sot nuk jenë gjallë. Të fillojmë të lexojmë që ka mirënjohje rreth 200, nuk që të mos humbim kohë shumë, për ato që jenë këtu prezent, më shumë si shoqësia të Tetovës, mund të vinë të marrin në emrin e familjarëve, po të tjerët, koordinatorët. Lexojmë. A keni? Po, ne di lexojmë, por përsëri të qyteteve kështu që jenë më larg, një lëshim i vogël, do t'i lexojmë. Gjithë edhe ai është edhe një respekt. Po, respekt, ne me lexojmë. Jo, tash për t'i lexuar, po për t'i marrë. Për t'i marrë koordinatorët. Për t'i marrë, do t'i ndajmë. Teto, tash i maja madhe është e duam se duam... I ka ra... I ka ra në hise Tetovës. Hatixhe Refik Beqiri, nana e madhe, Tetovë. E dashë të parën, pasia e ka qenë me të vërtet nana e madhe, ka nënë kontributin. Dhe do të kisha vënë një apel historianëve, shkrimtarëve të shkruajnë diçka edhe për këto heroina të heshtura. Se këto, me të vërtet, kanë bërë punë shumë të madhe, por kanë ngel në harese, jo vetëm nana e Zaimit, nana e Rafiut, por edhe shumë nana të tjera. Shukrie Gjafer Alili. Mehmet Riza Murtezani, Gega. Baca Gega. Pa. Do t'i afrojmë, s'ka. Se kam pas edhe shok burgu, edhe pas veprimtar. Shaban Rasim Gjelladini. Nëse që gjë, djali. Zaim Gjafer Beqiri. Do kupton më ata. Rafiz Aziz Halili. Djeri. Ha? Rafik. Më falë. Permitoni djeri, ja. Permiton djeri, ja. Mirë, nëse kemi bërë një gabim edhe bëjmë, na falni mos shihni kusure se
Ka lënë burgjet pasojë. Bine, ghermă nu pa. A fost septembrie. Tahiri. Nipi. Nipi. Gali. İzmit Şuayb Bayrami. Saduddin Abdullah Gjura. Nuk ka nga djali para që telefonit statash Gjemili. Necmettin Bekir Neziri. Salih Riza Salih. Secretari de Adăcăină. Baftisida. Da. Faik Şefki Mustafa. Daim Ziber Şabane. Cevair Vesel Şaciri. Abdullah Hüseyin Kalişti. Femi Şaciri Drizi. Safet Rasim Şahini. Salahdin Hüseyini. Susi Salahdin. Da? Emin Recep Roshi. Ja, și-l duc pe poliții. Vebi Ahmet Lushi. Zekir Emin İsmaili. Cemali Abedin Beçiri. Sabri Rüşdi Ramizi. Mueddin Ragib Hadri.
Qeveri Marifi